Pra jemi tek një atlete, Enilda Zeqiri, vetëm 15 vjeçare, që ka fitu shumë trufe dhe shumë medalje. Ma shumë me kuptu rreth këtymve trufe, i ftojt në ndjekni në vazhdim. Përshëndetje Enilda, faleminderit që gjete kohë me na tregu më shumë rreth medaljeve tua që po i shohim këtu. Përshëndetje, faleminderit edhe për ftesën tuaj. Enilda po më tregon që sa vite mirësh me këtë sportin. Unë fillimisht prej kur kam qenë e vogël, kam pas dëshirë më mirë me një sport, që nga klasa pare fillore, kur janë majt krosët në shkollë, unë gjithmonë kam triumfu e para. Pastaj në klasën e 6, në lëndën e edukatës fizike, kur janë bo matjet, arsimtari i edukatës fizike ka po që këm talent në këtë sport, dhe më ka ftu në klubin e tij, në klubin atletik Brinaja, i cili është trajner Emin Grajçevci. A ke pas gjithmonë dëshirë me u mirë me sporte, apo ta imponoj pak profesorit që? Gjithmonë kom pas dëshirë më mirë me sport, po nuk i kom pas specifikum bashkë në cilin sport, po tani arsimtari ma imponoj që në atletik i talent ma shumë edhe që mundesh me arrit diçka shumë ma mirë edhe më ftoj në klubin e tij. Enilda, ne shohim shumë medalje këtu. Apo më tregon sa medalje i ki? Saktësisht nuk e di sa medalje janë, po mbi 20 medalje janë të vendit të parë. Mbi 20 medalje. Edhe ti je vetëm 15 vjeçare, apo? Po, ve. Më shumë medalje se sa vjet, apo? Sa krenare po të bëne unë ky fakt? Mu ndi krenare ky fakt shumë për shkak se unë jam ende e ri në mosh, mu i me arrit shumë rezultate më të mira, shumë me marr çmime shumë më të mëdha se këtu, mu i me marr çmime edhe në garat ndërkombëtare të cilat mbahen jashtë vendit të Kosovës. Po më trego, qysh e përkra veten mbas një sfide? A ke sfida në këtë sport? Sfida kam se nuk është edhe shumë sport i lehtë. Në atletika ndoshta është më i lehtë se sporti i triatlonit, se unë jam në 2 sporte marr pjesë. Në sportin e triatlonit ku bëjmë pjesë janë 3 sporte në një. Fillon me not, vazhdon me bicikl dhe mbaron me vrap. Është një sfidë pak e rëndë për shkak se mujna me marrë lëndime dhe lodhemi gjatë kësaj kohe shumë për shkak se jemi në aktivitet mbi 1 orë e gjysmë. Po më tregon a ka sfida në këtë sport? Ka sfida në këtë sport për shkak se nuk është një sport i lehtë. Unë marr pjesë në 2 sporte, njëri quhet triatlon, i cilin bëjmë pjesë 3 sporte në një. Fillon me not, vazhdon me bicikl dhe mbaron me vrap. Është sfidë për shkak se është një sport që do të jemi në aktivitet mbi 1 orë e gjysmë dhe mund të marrim lëndime. A ke pas lëndime gjatë këtyre viteve që veç mirësh me atletik? Deri me tani jo, po që nga tash nuk e di. Edhe po më tregon sa i kushton kohë trajtimeve lidhur me këtë sport? Trajnime lidhur me këtë sport i kushtoj së paku 1 orë vrap, 1 orë bicikl dhe 1 orë not, po gjatë kësaj periudhe që ka qenë koha pak e ftoftë, me not nuk kemi pasur mundësi, edhe pse kemi pasur pishinën që na është ofru mundësia në shkollën Zenet në Podoje, po shkaku i motit nuk kemi marrë pjesë në trajnim për not, po kemi pasur trajnime vetëm për bicikl dhe vrap. Po më tregon apo të pëlqen noti më shumë, vrapja, bicikla? Më pëlqen edhe bicikla me notin, po vrapi më pëlqen më shumë. Në vrap ndjesh më vetvete? Tina më vetvete dhe jam edhe në sport në atletik që është veç për vrap, po edhe anina, kështu më shumë dyqysh e kam qef vrapin, se prej kur jam kanë e vogël, kom nejt vështu vrapu dyqysh. Po nëse kish me qenë mundësia me ndalë 2 sporte dhe me zgjedh vetëm janë, në cilin e kishe zgjedh, vrapin apo? Vrapin. Gjithçysh vrapin? Gjithçysh. Nilda, po më tregon kush ka qenë përkraja jote më e madhe gjatë këtyre viteve? Përkrajën më të madhe e kom pas prej prindve, e kom pas prej axhës tem, kom pas përkrajë edhe prej stafit të klubit, prej shoqërisë, prej të afërmeve, po më së shumti e kom pas prej prindërve. Po përkrahje prej komunës, të themi, donacione a ki? Përkrajen prej komunës e kom pas 2 vite radhazi, në vitin 2022 dhe 2023. Në vitin 2024 ka fillu me një përkraje nga morali dhe nga financat, agjencionin Treshupa, të cilin e falenderoj shumë. Më tregon sa i bën krenar prindrit e të, mbi 20 herë me zonë vendin e parë, kur je vetëm 15 vjeçare? Unë i bëj shumë krenar se shohin që unë në basë se cilës lodhje që e bëj të në ditën,
Në çdo trening që e bëj, unë kur të marr pjesë në një garë, ndoshta nuk jam e pora gjithë, ama pa një vend nuk kthehem. Edhe a ka pas raste kur të kanë thonë papi e mami jo me u mirë me këtë sport, se nuk është për vajza se të ju fregu lëndimeve që tregove që i ka ky sport. Kam pas raste në sportin e triatlonit kur ja pata fillu se e pata pas garën e parë kur është mbajt, nuk pata marr pjesë në kategorinë tem, pata marr pjesë në një kategori që janë 2 vjet më të mëdhej se une. Ka qenë duatlon, ku përfshihen veç bicikla me vrapin, ka fillu me vrap 5.000 metra, tani me bicikl 20 km dhe apet me vrap 2500. Pas asaj gare kam po që jam lodh nashta këgja shumë, se pata qenë ande e në mush hala 14 vjet, edhe më patën thonë me nal, po më bas fitore, tani më bas asaj gare që i këm pas, dyqysh edhe ata janë motivu që me mlanë me vazhdu. Po, ka raste që dënë motra jote ose vllajt, a ki motre vlla? Po, i kam. Me u bo edhe si ata? Vllau, fillimisht ka qenë vllau në atletik, tani po ai për arsye të veta e ka lënë, gjithashtu e kam edhe motrën në sportin atletikës, ajo është ende e re në mush, ma e re se une, ende i ka 9 vjet, ajo është veç në sportin atletikës dhe është të shku në qata hopat e me, besoj se ende ka qenë. Ndjek hapat e to. Po. Edhe sa po të bën unë një krenare këtë? Më bën mu një krenare se jam frymëzim për ta, unë më me mësu shumë ato, kur ja kom fillu unë, kom pas veç trejnerin që më ka ushtru, më ka mësu sene. Tash, motra më në të më një shumë ma e qetë me mu, më në të më mpyt qysh me bo, ma e qetë njët, ma rahat njët me mpyt mu se trejnerin, kështu që njëna krenare që më me ushtru ato shumë edhe më në të me mri shumë sukseset mira. Cila ka qenë këshilla jote kur motra vendose më marrë me sportin tënd? Cila këshillë e ke jep? Unë i këm jep këshill që prej krejt para gjykimeve nashta që kemi marrë, krejt bullizmin që kemi marrë se kemi urzu, asnjëherë ti mos u dorëzo se gjithë kemi mri diçka. Po t'ja po më tregon fillimet e tua, ke pas paragjykime se në vendin tonë paragjykohet pak vajza me u mirë me sport. Në fillim kom pas se ma bëshin që sporti nuk është për qika, tu fillu të bo si djallë, shumë po mirësh me sport, pse mu mirë, ma mirë me nejt ma bëshin, po ona dëshiren që e kom pas, nuk kom desht mja hup vetit qatë qef që e kom pas, se kom di që mëj me mrit shumë diçka, në bas rezultateve që jepsha në shkollën e në klasë 6 si një 11 vjeqare nga kërcimi në vend, vrapimi në 60 metrësh, kom bu që se isha mëj me mri shumë a shumë i përmisu këtë rezultate dhe mos me ndalë shkaku i fjallëve që thujnë të tjerët. Do me tha nuk e ndiku asë një moment që me ndalë sportin për fjallë tjera? Ja, ju. Pa po më tregon pak shokët e shoqet e klasës, sa të përkrahen? Në fillim, shokët edhe shoqet e klasës më kam përkra, po edhe nuk më kam përkra, përderisa e kam po që nga sporti nuk është një humbje kohe, po keme pas rezultate dhe keme pas të mira për qati sporti. E tash më përkrojnë mjaft shumë, më thojnë që me vazhdu, se që shjetu arrit që tash, keme arrit shumë a shumë kur të rritësh e madhe. Edhe po më tregon sa pëndan kohën me u mirë edhe me mësimet, e ti që e edhe në shkollë. Po, unë e fillimisht në shkollë, mësimin e vjoj në shkollën me Metakev College, i cili është këtu në Lipjan. Në mësim jam prej orës 8:45 deri në ora 3 jam në orar mësimor. Pastaj kthehem në shtëpi në ora 4, pushoj pak, vazhdoj në treningun për natë, për vrap, pushoj, kthehem pushoj dhe vazhdoj në vrapimin për bicikl, kthehem, pushoj i kry dë punë që i kam, tani vazhdoj dhe mësoj, përgatitem për nesër në shkollë. Nilda, po më tregon cili ka qenë momenti ma emocionus të theme gjatë këtyre viteve që mirësh me sport? Momenti ma emocionus ka qenë kur unë përveç kategorisë tem, kam triumfu dhe jam zgjedh kampione edhe në 2 kategori më të larta, në kategorinë junior dhe senior. Gjithashtu edhe çmimet si laureate ose sportiste e vitit i kam marrë për kategori më të lartë. Unë kam qenë ende U16 dhe çmimet i kam marrë për kategorinë U18. A ki ndonjë idol që e ndjek botëror dhe se për ti sporti që ki qef më bu si ajo se si ajo?
Po, unë një ke Luiza Gegën, e cila është atlete shqiptare dhe ajo, veç është në shtetin e Shqipërisë. Ajo më bën me vazhdu motivën se në bas rezultateve të saj, siç ka qenë kampione evropiane, botërore e kështu. Po gjithashtu e përcjellje edhe një vajzë e cila është amerikane, e cila quhet Ana Hall. Shikoj shumë videot e saj, ku mësojnë si me vepru në treninge, si me vepru në përgara. Shpresojmë shumë që me arrit në vendin e tyre dhe nuk po dyshoj fare, me qenë se veç 15 vite i ke marrë të në këto medalje, të në këto kupa dhe nuk po kam dyshime që ke me arrit në vendin e tyre. Faleminderit. Nila, apo më tregon, a ke ndonjë rutinë para garave që e bën? Unë Cila është rutina jote aty? personalisht normal duhet me pas një rutinë të ushqimit e kështu para gares që me kanë më i fuqishëm, po mua më duket që ushqimi ose diçka më zan, nuk muj me performu që ato që e kom ushtru, kështu që para gares unë preferoj veç ujë me pi. Veç ujë. Veç ujë. Sa i kushton rëndësi ushqimit ditëve tjera? Nuk është që i kushtoj shumë, nashta 7% të vej. 7%. Së që i kushtoj edhe shumë. Okej, Nila, po më tregon, cila kështu me qenë këshilla jote për krejt ata që vendosin me u mirë me atletik? Unë ju këshilloj që me vazhdu dhe prej krejt paragjykime, bullizime, fjalëve të tjerëve, ata nuk e kanë që ti nashta je keq, po e kanë prej natit, se dojnë me kanë qashtu si ti, po dikush nuk mundet. Edhe nëse rëzosh njëherë, kur mos të dërzo se ki mu qu, nashta 10 herë ki mu rëzu, po njëherë kur qosh ki me bo bum. Ke mu qu ma e fort? Po, ma e fort. Ma e fort se se që kanë. Cilat janë planet tua tash për vitin 2024, me qenë se jemi fillim vitin 2024? Për planin në vitin 2024 jam me arrit me hi në bursë olimpike, me u zgjedh prap sportiste e vitit, me marrë pjesë në gara ndërkombëtare të cilat janë në Elbasan, në Shkup, të cilat mbahen edhe në Strugë e kështu me radhë, edhe që me i përmisu krejt rezultatet që i kam, pse jo dhe me thynë ndonjë rekord. Nilda, faleminderit shumë për kohën që e gjete dhe që na tregove për këtë sport. Faleminderit edhe për juve.